Kuptoj e qartë. Por, mes të tjera, zoti Kolca, mendoni që ka hapësira pambushura, ligjore, që le të themi ndoshta mund ta evitojnë këtë situatë të krijuar mes partive politike, pra që nuk arrihet dot të gjendet konsensusi, apo mos ndoshta mund të ishte momenti për propozuar diçka tjetër për mënyrën se si mund të zgjidhet presidenti, për shembull me votim direkt nga populli? Kjo është çështje për debat, sepse ju po fletni për, do të thotë, votim të drejt për drejtë nga populli. Kjo mund të jetë një nga mundësitë, por dobëson kapacitetet demokratike të Kosovës. Pse? Kvorumi prej 80 votash në Kushtetutën e Republikës së Kosovës nuk është aty rastësisht. Është inkorporuar, supozoj unë, edhe nga miqtë tanë, kur është hartuar Kushtetuta për të ruajtur minimumin e baraspeshës së pushteteve. Pra, kvorumi prej 80 votash obligon, detyron shumicën në këtë rast vetëvendosjen të bëj kompromis, të mos marrë gjitha pushtetet me 51%. Me 51% vetëvendosja ka marrë qeverinë, ka marrë postin e kryetarit parlamentit, mendoj se më drejta, edhe këtë e imponon kvorumi, është një kompromis. Cili do të ishte ai? Nuk them që presidenti ose presidentja t'i takojë opozitës, por spaku të kishte një marrëveshje kompromisi, konsenzus rreth një emri jo partijak. Unë mendoj se kjo ka qenë zgjidhja, në çastin që rezultatet janë bërë publike të votimeve, pas votimeve, ka qenë evidente që zgjidhja është vetëm një kandidat jo partijak, sepse nuk kishte mundësi tjetër. Por mjerisht këtë nuk e kanë synuar as vetëvendosja, as opozita, të dy palët kanë synuar që posti i presidentit t'u takojë atyre. Deri para 2 dite, kur zoti Kurti doli me propozimin, kërkoi tre emra jo partijak nga ana opozitës, por edhe këtë nuk e bëri në formën më të mirë. Sepse thjesht kërkonte të nominoheshin. Ç'do të thotë nominimi? Nominimi ti i propozon si opozitë 3 emra, por pastaj mbetet vetëvendosjes të mbi baza subjektive të vlerësoj nëse ata janë vërtet jo partijak dhe të pavarur. Është çështje subjektive, do të thotë. Dhe këtu mendoj se ka qenë një zgjidhje tjetër, cilën zoti Kurti e ka abstrahuar, por edhe opozita